Por jo, Edi Rama nuk do merret më me inspektoratet, sepse, me sa duket, është i lumtur me emërimin e kryeinspektorit të ri, me atë që dikur nga kjo foltore cilësonte si gjelin e Beqinit. Edi Rama s'do merret më me inspektoratet. Kaq është për ligji që kemi përpara, të dashur qytetar, që me gjas është e kuptueshme që nuk na ndiqni në këtë orë të vonë, se çfarë do ndiqni. Kryeministri nuk do merret më me 26 autoritete dhe agjenci që raportojnë tek ai, sepse e kanë lodhur. Ky është lajmi i ditës, se sultani nuk do merret më me inspektoratet. Kaq. Sigurisht që në raportin shoqërues thuhet se qëllimi për këtë ndryshim është decentralizimi i kompetencave, rritja e eficiencës, dëgjuam edhe këtu parafolsen, dhe garniturat e ngjashme që zbukurojnë raportin. Dhe meqenëse flasim për decentralizimin e kompetencave, sa mirë do ishte sikur Edi Rama të ndryshonte ligjin që e bën atë vetë drejtorin e Këshillit Kombëtar të Territorit. Si askund tjetër në botë, që do thotë se ai është ai që jep çdo leje ndërtimi mbi peskate, për kulla, rezorte luksoze, në Bregdet, në fusha dhe në male. Atëherë do mund të flisnim për decentralizim, kur kompetencat për këto leje tua linde në dorë urbanistëve dhe profesionistëve të fushës, që i bazojnë lejet që japin në planet urbanistike dhe jo thjesht në fantazinë e shfrenuar të Edi Ramës. Por jo, Edi Rama nuk do merret më me inspektoratet, sepse, me sa duket, është i lumtur me emërimin e kryeinspektorit të ri, me atë që dikur nga kjo foltore cilësonte si gjelin e Beqinit, por që mua nuk ma lejon edukata ta bëj një gjë të tillë. Edi Rama nuk do merret më me inspektoratin e punës, për shembull. Edhe, po mirë pra, qa thash? Asë një gjithë keqe, kryeministri juaj e ka thënë. Me gjithatë, atë keni kryeinspektor dhe keni me shnet. Tani, Edi Rama për shembull nuk do merret më me inspektoratin e punës, edhe pse misioni deklaruar e këtij institucioni është, dhe po citoj, garantimi i kushteve të denja, të sigurta dhe të shëndetshme të punës nëpërmjet një sistemi inspektimi profesional, transparent dhe të përgjegjshëm. Edi Rama s'do merret më me këtë punë, edhe pse në mbar Republikën e Shqipërisë ka vetëm 94 inspektor të punës, pra një inspektor për çdo 10.000 punëtor. Ndërkohë Maqedonia e Veriut për shembull, këtë raport e ka 1.7 inspektor për 10.000 punëtor, pra thuajse sa 2 fishi i Shqipërisë. Këtë mangësi nuk e them unë, por evidentohet në raportin vjetor të punës nga Inspektorati i Punës, ku theksohet se burimet njerëzore dhe financiare për inspektimin janë të kufizuara për të përmbushur efektivisht objektivat e përcaktuar. Shqipëria gjithashtu ka vetëm një inspektor pune për 1200 sipërmarrje. Sikur këta 94 inspektor të inspektonin çdo biznes në Shqipëri, e sikur të punonin për 365 ditë të vitit, pra pa bërë asnjë ditë pushim, çdo inspektor do duhet të shkonte për kontroll në 3.3 biznese çdo ditë. Sigurisht që kjo gjë nuk ndodh, madje për vitin 2025 janë inspektuar vetëm 7.6% të bizneseve në mbar vendin. Dhe kjo është pak a shumë mesatarja e çdo viti. Vetëm 7.6% e bizneseve në vendin me informalitetin më të lartë në punë, ku 40% punëtorëve nuk u paguen sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, ku aksidentet dhe vdekjet në punë janë më të larta në rajon dhe Evropë. Nëse në Bashkimin Evropian 1 në 1000 aksidente në punë është me pasojë vdekjen, në Shqipëri 1 në 6 aksidente në punë rezulton me humbjen e jetës së punëtorit, 1 në 6. Kjo edhe për shkak se pjesa dërmuese e aksidenteve në Shqipëri nuk raportohen fare. Sidoqoftë, vetëm në vitin 2025 kemi padur 48 vdekje në vendin e punës, pothuajse 1 vdekje për çdo javë të vitit kalendarik. Edhe në ato bizneset ku shkohet për kontroll, nuk shkohet për të konstatuar shkeljet e kodit punës, por kur do të ushtroj presion partia në pushtet. Inspektimi në sipërmarrjet e ndërtimit që kanë risku më të lartë të aksidenteve dhe vdekjeve në punë, ka pësuar rënje sipas raportit të inspektoriatit. Sektorin e ndërtimit, inspektimi kufizohet te këshillimi ose te masa administrative të papërfillshme. A thua se nuk jetojmë në vendi me numrin më të lartë të vdekjeve në punë. Madje zonja parafolse që s'ndodhet në sallë na tha që risia e ligjit është një risi filozofike, tha, sepse ka futur paralajmërimin. Kemi 48 të vdekur në 2025 dhe kjo po i paralajmëron.
ata që e shkaktojnë këtë vdekje. Por me këto nuk do merret Edi Rama. Nuk do merret më me inspektoriatin e mjedisit ose me inspektorët e mjedisit. Në vendin më të kafshuar e të coptuar, më të zaptuar e të gardhuar edhe nga pikpamja mjedisore. Nuk do merret me banorët e Kurdarisë e të Mardaneshit, të Lumit të Vlorës e Mëgjerë, ndaj cilëve po kryhet një krim jetik, por edhe mjedisor, duke u marrë ujin, po interesin e oligarkëve të hidrocentraleve dhe atyre që me atë ujë do mbushin pishinat e rezorteve luksoze. Edi Rama nuk do merret me banorët e Rjollit, të cilë u kanë nxjerrë nga zonë e mbrojtur vetëm gjurmën e pronës së tyre, që është përvetësuar për rezort luksos. Nuk do merret as me zonën e parku kombëtar të Vjosës, ku do ndërtohen te aeroporti Begjet Pacolli. Ai që publikisht akuzon Edi Ramën dhe Belinda Ballukën se i dolën nga fjala, dosja e cilit është në hetim nga Spaku. Nuk do merret as me shkatrimin që po i bëjnë në momentet që flasim zonës së Nartës e të Pishporos, të cilin shkatrim askush nuk di asgjë se si ndodh dhe pse ndodh, aq më pak inspektorët e mjedisit. Nuk do merret as me inspektorët e autoritetit kombëtar të ushqimit, edhe pse helmimi ushqimor është kthyer në sport kombëtar në vendin tonë. As me inspektorët e shëndetit publik. Me gjitha këto do merret kryeinspektori, i cili do të raportojë te ministri që t'ia lehtësoj barën e rëndë që i kemi vënë mbi shpallua kryeministrit. Dhe ne themi këtu që s'ka demokraci, s'ka decentralizim të pushtetit e me radhë. Në mbyllje fjalës time, dua të ndaj me publikun një ngjarje ditëve të fundit. Takova rastësisht në rrugë një ish studenten time dhe pas se si u vun siklet kur e pyeta nëse kishte nisur punë. Arsyeja ishte se kishte nisur punë pikërisht në një inspektoriat. Nuk e them se te cili, për hir të se dua ta mbroj atë nga patronazhistët tuaj. Ajo ndiej në siklet sepse e dinte që unë e di se si bëhen emërimet nëpër inspektoriate dhe si bëhet puna në inspektoriate. Por kjo as pak për fajt saj, po tërësisht për fajin tuaj. Një i ri apo e re në Shqipëri do duhet ta deklaronte me krenari se po punon në një institucion kaq të domosdoshëm për çdo shoqëri demokratike, që po jep kontributin e vet në një punë kaq fisnike, sa kontrolli i ligjit, i cilësisë së produkteve, i kushteve të higjienës, në mbrojtje të punëtorit, të konsumatorit, në mbrojtje të shoqërisë. Në mbar botën e qytetëruar janë pikërisht juristët më të aftë, ekonomistët më të aftë, të rinjt dhe të rejat më ekselente, ata që fillojnë punë nëpër inspektoriatet shtetërore, pikërisht për shkak të peshës së detyrës që duhet të çojnë përpara. Në Shqipëri është turp të punosh në inspektoriat. Në ato inspektoriate me të cilat pas mirëtimit të këtij projektligji nuk do merret më Sultani i Madhërisëm. Faleminderit.